Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me zhvillimet më të fundit faktu me emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për diskutuar fare mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh në aktualitetin politik, por jo vetëm. Ditën e sotme një lajm i minutave të fundit, një lajm i cili lidhet drejt për drejt me aktualitetin, por edhe me zhvillimet më të fundshme në Ballkan, duket se ka tronditur politikën shqiptare. Vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një hap pas dhe kanë hequr non grata, apo kanë hequr nga lista e zezë Milan Dodik. Presidentin e Republikës Srpske, i cili vetëm disa ditë më parë ka bërë një hap pas politikisht, duke u tërhequr nga posti i presidentit dhe kështu ka ndodhur që një sër prej funksionarësh të tij apo bashkëpunëtorësh të tij janë hequr nga lista e zezë e thesareve të shtetit. Në anën tjetër, ajo që ngrihet pikpyetja se çfarë do të bëjë tashmë Sali Berisha, i cili është po ashtu i sankcionuar non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të folur për të çështje, në fakt kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype për Ruel Domin. Ruel, përshëndetje. Ermal, të falenderoj për ftesën. Kënaqësi të jem me ty. Kënaqësia ime, do doja ta nisim me një Ruel me një prej zhvillimeve më të fundit, si e ke konceptuar në plan të parë heqjen e non-gradës apo heqjen nga lista e zezë e sanksioneve të Milan Dodik, dhe duhet më bësh një përshkrim duke qenë se je dhe i e pasionuar pas historisë dhe duhet më bësh një deduksion të ngjarjeve dhe zhvillimeve që kanë ndodhur. Patjetër, Ermal, vlen thuhet që në fakt Milorad Dodik vijon të jetë non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atij është hequr sanksioni, pra është hequr nga lista e zezë, nga lista e sanksione, por të qenit non grata dhe të qenit i sanksionuar nuk janë njëjta gjë. Pra, për të bërë një saksim të vogël, Milorad Dodik, kryetari i Republikës Srpske, i Federatës Serbe brenda Bosnjës dhe Hercegovinës, është akoma non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është hequr nga lista e zezë e Departamentit të Tesarit Amerikan, pra janë hequr sanksionet ekonomike, me fjalë të tjera. Kjo në fakt ka një ndryshim nga vendimi i Departamentit të Shtetit për State Edition që nuk mund të hyjë dot në Amerikë, nuk i jepet viza për të vajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ka një diferencë midis sanksionimit ekonomik që vihet nga Departamenti i Thesarit, si në rastin e zotit Dodik, që në fakt është dhe non grata dhe non gratës për cilën ne kemi folur në rastin e zotit Berisha, por mund të flasim edhe në rastin e zotit Dodik, e cila vjen nga Departamenti i Shtetit. Unë në fakt e shoh këtë në planin e një ndryshimi, mendoj unë, në kurs të administratës Trump në raport me qëndrimin që ajo ka ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pse e them këtë? Ne e dimi mirë që prej vitesh perëndimi kolektiv është përpjekur ta jorë Serbinë larg krave të Rusisë dhe afër krave të perëndimit, duke i dhënë në lëshime politike, duke kërkuar asociacion të komunave serbe në Kosovë, duke pasur një retorik anti-presidentit, anti-kryeministit Kurdi, duke çuar në Hag ish krerët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, për cilën në Tiranë pati një protestë javën e kaluar, dhe sigurisht me aktin e fundit, duke hequr nga lista sanksioneve ekonomike kreun e Republikës Srpske e shtetit serb, apo e quasi shtetit serb brenda Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik. Kështu që Serbia kërkon lëshime në mënyrë që të afrohet në perëndimin dhe të largohet nga Rusia, dhe perëndimi po ja jep këto lëshime. Në fakt kjo nuk është era e parë që këto lëshime ndodhin, por tani më ka një mendoj presion nga administrata Trump ndaj Bashkimit Evropian për t'i bërë këto lëshime, sepse administrata Trump po kupton që Rusia nuk është një aleat për paqen, në ndryshim nga çfarë administrata Trump percepton në fillim të mandatit të saj, dhe për ta dobësuar Rusinë, për ta goditur Rusinë, ato po të marrin një sër masash, dhe një prej tyre në një farë mënyrë është edhe ky lëshim ndaj Serbisë dhe ndaj politikës serbe në Ballkan, që sigurisht kërkon të afrojë botën serbe me perëndimin. Në fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ju e prekët pak që po tentojë marrëveshje për të afruar botën serbe me perëndimin. Por në anën tjetër dhe vetë Milan Dodik ka bërë një hapas. Ka ndikuar kjo, Ruel, në zbutjen e sanksioneve, pra non grata nuk e kanë hequr, por sanksionet ekonomike sikur ja kanë liruar. Pra, ka kjo një formë apo një mënyrë për ta bërë një hapas në këtë situatë?
Po sigurisht, mendoj që është një hap pas i perëndimit, dhe nga ana tjetër, nëse ne përkthejmë këtë në kontekstin shqiptar, heqjen e sanksioneve ekonomike ndaj Milorad Dodik, ne mund të deduktojmë që nëse zoti Berisha do kishte bërë atë që amerikanët i kërkuan, mbasi zoti Basha e largoi nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në shtator të vitit 2021, zoti Berisha nuk do të ishte non grata sot. Pra, në një farë mënyrë non grata e zotit Berisha në mënyrë të drejtë është produkt i mosbindjes së tij ndaj direktivave amerikane që mbas sumit së zgjedhjeve të prillit të 25 prillit të vitit 2021, zoti Berisha i kërkua largimi nga politika shqiptare, ai nuk e pranoi këtë gjë dhe non grata erdhi pak më vonë. E kësaj mendoj që është një mesazh për politikanët që nuk e kanë mirë me Amerikën në Ballkan, që nëse ju do bëni hapa përpara në raport me ne do t'ju sanksionojmë, nëse ju do bëni hapa pas, atëherë ne do t'ju heqim sanksionet. Domethënë është quid pro quo kjo në raportet që ka politika amerikane me autokrat të korruptuar, siç është zoti Dodik, Milorad Dodik në Republikën Srpska, por edhe siç është zoti Berisha, një ish autokrat, sepse Sali Berisha ka 12 vite që nuk është më pushtet, por një ish autokrat i akuzuar për korrupsion marrëdhor dhe për minim të demokracisë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në fakt, nëse qëndrojmë këto zhvillime, Ruel, para se të kaloj tek pyetja e radhës, do doja të falenderoj secilin prej teleshikuesve që na ndjek live këtu në emisionin Sinjal në Antena Televizion. Do doja të falenderoj secilin prej jush që komenton, bën subscribe, regjistron dhe e shpërndan në diaspor, por edhe në Shqipëri. Ruel, do doja të qëndronim pak këtu. Sa mundësi ka Berisha që ato se çfarë ka bërë Shtëpia e Bardhë me Dodik të përsëriten në kontekstin politik dhe ekonomik me zotin Berisha? Nuk mendoj që ka mundësi, sepse nëse do kishte mundësi, do kishte ndodhur, në sensin që ne dimë mjaft mirë që ka pasur një skandal të madh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, skandali McGonigal, që në Shqipëri ne referohemi dhe me tokfjaqin afera McGonigal. Ne prisim ndoshta një krisje të administratës Trump me kryeministin Rama për shkak të asaj afere, dhe kjo nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër ne dimë mjaft mirë që Partia Demokratike, detyruar nga zoti Berisha në zgjedhjet e majit e 11 maj 2025, kishte shef fushate, krye konsulent politik, një njerëz që ka bërë fushatën e Trumpit, Chris Lachivita. Dhe normalisht mund të supozohej që ky afrimitet që Partia Demokratike dhe zoti Berisha kishin me zotin Lachivita do të përkthehej ndoshta edhe një marrëveshje të zoti Berisha me Departamentin Amerikan të Shtetit, me Lachivitën si middleman, si një person, si një sekser, si një lobist, për heqjen e non gratës së zotit Berisha. Kjo nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, unë mendoj që Amerika në këtë moment është interesuar për stabilitet në Ballkan. Kjo ka vite në fakt, por sidomos tani me afrimin e një lufte NATO-Rusi, Amerika nuk kërkon ndryshime regjimesh ose nuk kërkon ndryshime pushtetesh në vende si tonat, në regjime hibride në demokracitë pa plota. Andaj janë të kënaqur me vijimin e qeverisë së Rama, sepse intereson stabilokracia dhe jo demokracia. Kështu që ne kemi dëgjuar në fakt goxha propagandë nga Partia Demokratike në raport me mundësitë e heqjes së non gratës zotit Berisha. Lobimi është bërë, parat janë paguar, ka ndalë kontrata $100 mijëra me zotin Lachivita, që unë mendoj te kalojnë ato në një farë mënyrë punët që zoti Lachivita ka bërë për fushatën e Partisë Demokratike në maj 2025 dhe mendoj që shkojnë në limitet e lobimit edhe në përpjekjet që zoti Lachivita ka bërë për të lobuar për heqjen non gratës nga Departamenti i Shtetit për zotin Berisha. Kjo nuk ka funksionuar sepse non grata nuk është hequr. Zoti Berisha nuk merr dot vizë nga Departamenti i Shtetit për të shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nëse kjo nuk ka ndodhur deri tani, me një administratë konservatore, me një konsulent afër Trumpit që drejtoi fushatën e zotit Berisha, unë nuk mendoj që do të ndodhë në një moment tjetër. Në fakt, Ruel, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ditët e fundit po qarkullon një lajm që tashmë Rama dhe Berisha do takohen për të bërë ndryshime qoftë në reformën territoriale, por qoftë edhe për të ullur numrin e deputetëve. Kjo do të jetë paktën takimi i dytë që vjen pas asaj se çfarë ka ndodhur në 2009, pra një marrëveshje dytë. Sa të mundshme e shikoni, vetë Rama në deklaratat e veta ka thënë që unë nuk takohem kur me persona non grata apo nuk do bashkëpunoj kur me persona cilët janë non grata.
sa është politik, sa është narrativ politike dhe sa mundësi ka të ndodhi dhe si e shikon këtë marrëveshje që të paktën flitet në ajër që mund të ndodhi? Shikosh, e drejta që ti thua Ermal që kjo në fakt është darka e dytë midis Ramës dhe Berishës mbas darkës famshme te krokodili në vitin 2009. Ne e di më mirë që këto ndryshime kushtetuese në aspektin ose nga perspektiva e shkallës dhe rëndësisë dhe impaktit që ato do kenë mbi politikën shqiptare, mbi demokracinë shqiptare janë të dyta më të rëndësishme mbas atyre të vitit 2008. Ne e di më mirë, por edhe për teleshikuesit për ta sqaruar, ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 në një farë mënyre kalcifikuan duopolin politik për SPD, u bën në mënyrë që ta zgjesoshin partitë e reja, në atë kohë rreziku për një portë të tretë ekzistonte nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila përkohësisht u forcua për 4-5 vite mbas ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, mbas vendosjes së sistemit dohont proporcionalit rajonal me lista të mbyllura, ku kryetari bën listat. Por ne e pa më vonë që DSI-ja u shkalafic si parti, pra sistemi i 2008-s funksionoi për të instaluar kryetarokracinë, për të vendosur lista të mbyllura dhe për të minuar demokracinë politike dhe pluralizmin politik në vend. Tani këta të dy, këta kolos të politikës shqiptare, zoti Rama dhe zoti Berisha, kërkojnë që këto ndryshime të vitit 2008 të çojnë dhe më lart, sepse shohin që ka faktor të ri politik në terren që edhe pse të përçar kanë rrezik ose kanë potencialin të rrezikojnë edhe zotin Rama dhe zotin Berisha, dhe në këtë kuadër ata po ulen për një herë të dytë për të ulur numrin e deputetëve në parlament nga 140 në 100 deputet flitet si parlamenti i Kosovës, që në fakt nuk bën sens duke ditur që Kosova ka 1.9 milion banor edhe ka 100 deputet, ndoshta më pak se 1.9 milion banor, ndërkohë që Shqipëria ka 2.4 milion banor, nuk mund të ketë dot 100 deputet, por flitet që numri i deputetëve do shkojë nga 140 në 100. Kjo normalisht do ta bëj do të rrisë pragun e nevojshëm për partitë e vogla për tu futur në parlament, për tu përfaqësuar në parlament, duke vështirësuar edhe rrugën e tyre drejt përfaqësimit politik në Kuvendin e Shqipërisë dhe duke bërë të pamundur matematikisht përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Shqipërisë, dhe nga ana tjetër flitet edhe për rialokimin e këtyre 40 deputetëve më pak në një dhomë të dytë që do të kishte formën e senati. Qoftë senat amerikan apo senat italian, pra kjo nga ato dy modele janë zgjedhur, por një senat që do të shërbesë një dhomë e dytë e pushtetit legjislativ në vend. Në një farë mënyrë Rama dhe Berisha do kërkojnë t'ia shesin ndërkombëtarëve këtë reformë zgjedhore dhe këtë reformë kushtetuese si një përpjekje për të demokratizuar vendin. Në fakt e kundërta ndodh, sepse vendi demokratizohet kur ti ke më shumë parti që përfaqësohen në Kuvendin e Republikës Shqipërisë. Kjo nuk do të ndodhë, sepse kur ti ja ul numrin e deputetëve në parlament e bën edhe më të vështirë përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Republikës Shqipërisë për përfaqësimin e partive të vogla, dhe nga ana tjetër gjëja shumë e rëndësishme që duhet thënë Ermal, ka gjithmonë më shumë zëra që zoti Rama do të kandidojë për president të Republikës Shqipërisë në vitin 2027 në zgjedhjet e para presidenciale që do të mbaheshin mbas këtyre ndryshimeve kushtetuese, sepse këto ndryshime kushtetuese përveç se në një farë mënyrë prezantojnë në politikën shqiptare bikameralizmin, pra dy dhoma pushteti legjislativ, në një farë mënyrë kryeministrin e bëjnë një vasal të presidentit dhe presidentit i japin fuqitë ekzekutive që kryeministri ka sot. Dhe zoti Rama nuk do të presë zgjedhjet e 2029, por do të presë mbarimin e mandatit të zotit Bega në vitin 2027 për të mbajtur zgjedhjet e para presidenciale po në atë vit, megjithëse ai do të fitojë ato zgjedhje përballi kandidati fake të PD-s, dhe zoti Rama do të ndjekë në një farë mënyrë gjurmët e idolit të tij politik, presidenti turk Erdogan, që karrierën e tij e nisi si kryeminist, më pas me ndryshime kushtetuese e tranzitoi veten në president, duket që zoti Rama do kërkojë të bëjë një gjë dhe me shumë gjasa me sukses. Ne jemi realistë, themi me sukses, por në një farë mënyrë mbetet thuhet që nëse këto ndryshime kushtetuese vjen në fuqi, demokracia shqiptare dhe shoqëria shqiptare është në telashe. Ruel, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, ju më ngacmuat pak që tha tashmë kryeministri Rama, të paktën sipas informacioneve mediatike që qarkullojnë, po synon mandat presidencial 7 vite, njësoj si Erdogan, njësoj si Vučić.
A nënkupton kjo që tashmë Edi Rama shkatron përfundimisht opozitën në çdo aspekt, sepse në këtë moment kjo është panorama, si e shikon këtë gjë? Shiko, playbuku i të gjithë autoritarëve, bëre shumë që përmende Erdoganin dhe Vučićin, në fakt ne mund të përmendim edhe presidentin Putin në Rusi, që e ka nisur karrierën si kryeministër, më pas u bë president, pastaj prap kryeministër se vuri Medvedevin president dhe pastaj u tranzitua vetë në president. Pra në një farë mënyre rrokada politike midis kryeministrit dhe presidentës, kushtetuta ndryshohet jo në bazë të vullnetit sovranit, por në bazë të interesave të ngushta të autokratit, të levajatanit, që në Rusi është Putini, në Turqi është Erdogani, në Serbi është Vučić dhe në Shqipëri me shumë gjasa do të jetë Edi Rama. Për mua bën dhe sens politik në aspektin pragmatik për zotin Rama, sepse ai nuk e ka të sigurt nëse do marrë një mandat të 5 në vitin 2029, kështu që pse të presë ai mandatin pse të bëj edhe një mandat tjetër si kryeministër, kur ai mund ta ndryshojë kushtetutën që tani dhe të bëhet president brenda mandatit të tij si kryeministër, pra pa mbaruar mandatin e tij si kryeministër, dhe pse jo në pozicionin e kryeministrit ai mund të emërojë në një nga gradat e tij besnike, sepse ne dimë mirë që një prej ose të paktën qarkullon në media dhe ky lajm që Bashkimi Evropian, një prej kushteve jo zyrtare që ka vënë për antarësimin e Shqipërisë është një kryeministe grua. Pra përveç faktit që zoti Rama është president me shumë gjasa, ai e ka në dorë të emërojë një kryeministe grua. Brenda vitit 2029 flitet që Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, e nuk e di me saktësi këtë gjë, por mendoj që ka indicie të besueshme, jo bazuar ke progresi i Shqipërisë, se Shqipëria s'ka bërë progres, por bazuar ke interesat gjeopolitike të perëndimit kolektiv që do të zmadhohet dhe kjo bëhet duke zgjeruar BE. Kështu që mënyra se unë e shoh si e projektoj të mandata arshëm të Edi Ramës Ermal është ai që të ti. Edi Rama do të kalojë në nivelin e autokratit. Pra nga një gjysmë autokrat, nga një lider në një farë mënyrë me tendencë autokratike, ai do të bëhet një autokrat. Shpresojmë që kjo autokraci të mos të shkasë në diktaturë, dhe të gjasat janë, por Shqipëria është një regjim hibrid, është një demokraci e paplot, këtë e thotë dhe Freedom House-i, që është indeksi më kredibël i rankimit të demokracive në botë, por rreziku është që me këto ndryshime kushtetuese dhe me zotin Rama si president, Shqipëria të kalojë nga një regjim hibrid apo një demokraci e paplot në një sistem, në një regjim autoritar, siç është Bielorusia, siç është Rusia, siç është Turqia, siç është Serbia. Kështu që mendoj që gjasat janë të gjitha për këtë që ndodh. Ruel, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, duket se tashmë po të bëhet një betejë për Bashkinë e Tiranës. Do doja të më jepi një koment për Arlind Qorin, pra një koment, një analizë. Arlind Qori, Ogerta Manaserliu, Florian Binaj. Do doja një përshkrim nga ju, duke qenë se hymë në valën e përplasjeve politike në një situatë mjaft të tensionuar. Po patjetër, shiko, ka në fakt një sondazh së fundmi, të dalë nga Noto Sondazho mos gaboj, që pa nisur fushata, nxjerr zonja Manastirliu me 44% të përgjegjshmërisë së qytetarëve të Tiranës, zoti Florian Binaj, kandidatin e përbashkët të opozitës, por të pavarur mbetet thuhet me 42%, zoti Arlind Qori me mos gaboj 13 apo 15%, që është shumë më lart se sa kuota votave që zoti Qori mori apo përqindja vota që zoti Qori mori në 2023, që mos gaboj që diku ke 5%, dhe Marko Dajdin, kandidatin e një partie neokomuniste me 1.5%. Kështu që unë mendoj që opozita ka bërë gjën e dur nga dëshpërimi mbetet thuhet që ka zgjedhur një kandidat apolitik, të pavarur, jashtë konjunkturave partijake, i cili mund të thith votën gri, mund të thith votën e pavarur, dhe pse jo mund të marrë edhe vota nga kampi pozitar, nga kampi i pushtetit. Kjo shpjegon dhe faktin që sipas të gjithë të sondazherëve, zonja Manastirliu dhe zoti Bina janë kokë në kokë. Dhe do kemi një garë shumë të fortë, gjithmonë duke supozuar që gjykata kushtetuese në vendimin e vet i jep të drejtë Këshillit Bashkiak dhe presidentit dhe lejon në mbajtjen e zgjedhjeve me gjasa në 7 apo 14 dhjetor. Këto dy data po qarkullojnë. Në të kundërt, nëse gjykata kushtetuese i jep të drejtë të palës së zotit Velie dhe gjykon se shkarkimi i zotit Veliaj është antikushtetues, atëherë zgjedhjet do t'i kemi në 2027, çka sigurisht do të kishte një efekt domino në të gjithë politikën shqiptare. Unë mendoj që dhe unë kam thënë këtë gjë në fakt edhe në shkrimet e mia në fillim të këtij procesi,
në këto kushte ku ne kemi një parti socialiste me një makineri politike të pathyeshme gati, i vetmi shansi i vogël i opozitës për të fituar në një bashki si Tirana është bashkimi. Opozita kolektive të ketë një kandidat të përbashkët. Zoti Qore nuk e ka pranuar këtë gjë, praktikisht po shërben si burim votash për zotin Rama, sepse ato 10% apo 12% të zotit Qori, okej, dakord, jo të gjitha do shkonin ke opozita, po drejta një 3-4% edhe mund shkonte ke kandidati i opozitës, duke ja bërë të pamundur zotit Binaj fitore dhe duke çuar ujë ke kandidatja e opozitës. Po ashtu dhe për zotin Dajti, se ajo 1.5%, në një farë mënyrë është jetike, në një kohë kur sondazhet tregojnë që ka 2% diferencë midis zonjës Marseliu dhe zotit Binaj, dhe kur ne dimë historinë politike të zgjedhjeve, domethënë në maj të vitit 2011, zoti Basha e fitoi Bashkinë e Tiranës me 10 vota. Pra ose me 3-4 vota, pra me një diferencë shumë të vogël. Pra deri aty shkojnë në një farë mënyrë këto kandidatët e vegjël në raport me mundësimin ose pamundësimin e fitores së një kandidati të madh apo një tjetër kandidati të madh. Prandaj them që është një garë e hapur gjithmonë duke supozuar që zgjedhjet do të mbahen në 10 orë në varësi të vendimit të gjykatës kushtetuese. Ruel, qoftë që ndrojmë në këto zhvillime, sepse në gjithë të narrativën tuaj e dëgjuat që edhe atë se çfarë thot për zotin Qori. Në anën tjetër, zoti Qori thot me të drejtën e tij që unë kam qenë një njeri i cili nuk jam bërë kurrë pjesë e pazareve dhe nuk bëhem bashk siç Agron Shea i thoshte. Uzu me Flamur Nokën, siç Agron Shea uzu me Adriatik Lapajn, dhe tashmë janë bërë bashkë mbas kandidatit të Saliut, se ai thot vetë unë kam pasur zotin Qori në studio dhe ka thënë që unë nuk kam përballë as Manaseliu, as Florian Binajn. Unë përballë, ka thënë, kam Edi Ramën me Sali Berishën. Si i përgjigjesh dot si një njeri i cili e ndjek politikën? Shikoj, qëndrimi i zotit Qori mua më duket si qëndrimi i vendeve neutrale në një farë mënyrë në luftën e dytë botërore. Domethënë edhe Zvicra dhe Austria në luftën e dytë botërore që ishin vende neutrale, Zvicra ndjes si Austria, mund të thonin që ne nuk kemi nazizmin armikun ton, ne kemi edhe nazizmin edhe komunizmin, e përpasoj ne nuk do bashkohemi me Perëndimin për të postur nazizmin, sepse Perëndimi po bën në aleancë me komunizmin, me Stalinin, për të postur nazizmin. Po ne e dimë mirë që nëse të gjithë vendet e Perëndimit do logjikonin në atë mënyrë, Hitleri do kishte pushtuar gjithë Europën. Tani pse bëra gjithë këtë krahasim ose këtë paralelizëm gjeopolitik dhe historik? Jo për të thënë që zoti Rama është Hitleri, zoti Rama nuk është Hitleri dhe Partia Socialiste nuk janë nazistët, por në kushtet e një hegemonie totale politike të Partisë Socialiste e zoti Rama, e vetmja mënyrë që ti të ringjallësh aq pak pluralizëm politik sa mund të ketë ngjerur në Shqipëri, është t'i japësh shanse një kandidati tjetër përveç kandidatit të opozitës që të marrin në një bashki të rëndësishme siç është Tirana. Dhe vetja mënyrë matematike që këtë ndodhi është bashkimi dhe sinergjia apo simultantja politike e një opozite të bashkuar. Unë bie dakord me ty Ermal që zoti Qori ka padyshim legitimitetin e vet politik të kandidoj vetëm të zgjedh edhe rrugën e tij ideologjike, sepse partia zotit Qori është një parti e të majtës demokratike apo një parti socialdemokrate, ndoshta një parti neomarksiste mund ta quajmë si të doni, por ka bindjen e vet apo ka atë stofin e vet ideologjik, edhe sigurisht nuk ka legitimitetin e vet të plotë të kandidojë në bazë të atyre premtimeve dhe programeve dhe mos bëj pazare dhe aleanca me askënd, por unë mendoj që logjika e zotit Qori do vlente në zgjedhjet parlamentare. Pra zgjedhjet parlamentare ti kërkon përfaqësim të shtresës tënde shoqërore, të punëtorëve në këtë rast, apo të studentëve apo ku di unë. Ndërkohë që zgjedhjet për kryetar bashkie janë zgjedhje mazhoritare, nuk janë zgjedhje parlamentare, nuk janë zgjedhje me përfaqësim proporcional. O fiton pozita, o fiton opozita. Kështu që jo vetëm zoti Qori, po dhe partitë tjera opozitare që s'e kanë ndarë mendjen, duhet ta ndajnë mendjen. Kanë aq inat opozitën sa mos ta lënë atë të fitojë, sepse në fakt në kjo logjikë është domethënë çdo kandidat i tretë apo i katërt çon ujë ke pushteti, edhe pse zoti Qori mund mos doj ta bëj këtë gjë, në mënyrë inherente e bën këtë gjë në momentin kur del vetë apo nxjerr një kandidat të lëvizjes bashkë. Edhe një herë ai është në aspektin e legitimitetit politik është krejt në rregull, por sigurisht që legitimiteti politik është fleksibël apo në një farë mënyrë mund të përthyet në kushtet kur vendi ndodhet
mendoj në rrezik iminent për një eliminim të pluralizmit politik siç ne e njohim. Domethënë dhe zoti Berisha ka qenë një autokrat. Ne kemi parë Berishën 92-96 çfarë masakrash politike ka bërë në këtë vend, apo dhe qeverisjen e tij 2005-2013. Por opozita e Partisë Socialiste ka qenë e fortë. Pra edhe pse zoti Berisha është një autokrat, opozita ka qenë e fortë se ka qenë e bashkuar. Ndërkohë, aktualisht zoti Rama ka çdo pushtet në dorë, ka një preponderancë pushteti, por ka një opozitë domethënë të fragmentarizuar e të shkatarruar. Kështu që duhet ta ndajmë mendin faktori i ri opozitar, do të profesohet në mënyrë narcisiste atë fringin e vet ideologjik, apo do të bëhet bashk si pjesë e opozitës kolektive për të rivitalizuar pluralizmin politik në vend, që pastaj të kesh mundësi të profesosh ato rryma ideologjike apo ato sekta të shoqërisë. Në fakt, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, do doja të mirë një koment nga ju Roel mbi atë se çfarë ndodhi në përballjen SPAK apo Altin Domani dhe 59 pyetjet të bëra nga Partia Demokratike. Vetë Partia Socialiste kishte bërë asnjë pyetje. Ishte ky një mesazh për zotin Domani që ne të lëm vetëm apo të lëm njan dhe lanë që ta shigjetonte vetëm Partia Demokratike? Më bën dot një panoramë se si e pet gjithë ngjarje. Unë bie dakord me pjesën e dytë të parashtrimit tënd, që Partia Socialiste me shumë gjuarësi la Partinë Demokratike të hidhte balt pafund mbi SPAK-un, por nuk mendoj që e bëri për t'i bërë presion SPAK-ut, e bëri për ta nxjerrë një herë Partinë Demokratike si parti anti-SPAK, si parti anti-drejtësi, si partia që vijon të mbrojë drejtsinë e plepave, vijon të mbrojë rishfetet ndaj sekserëve, ndaj prokurorëve, ndaj avokatëve, ndaj gjyqtarëve. Dhe kjo nuk ka të bëjë me faktin që Partia Demokratike ka më shumë korruptuar se Partia Socialiste, sepse ne shohim qoftë me burgosin e zotit Veliaj, qoftë me arratin e zotit Ahmetaj, qoftë tani me një hetim të hapur ndaj zonës Balluku, por dhe me një me arrestime të një dyzine kryebashkiakësh, zëvendës ministras të Partisë Socialiste, që ndoshta Partia Socialiste është më e korruptuar se Partia Demokratike, por Partia Demokratike ka elitën e korruptuar. Pra është e kapur nga figura si zoti Berisha, si zoti Noka e tjerë, të cilët e kanë pisk punën me drejtsinë për shkak të aferave në të cilat ata janë zhytur në kohën kur PD-ja ka qenë në pushtet, dhe rrjedhimisht e kanë më frikë pushtetin, e kanë më frikë drejtsinë, SPAK-un, sesa që ka Partia Socialiste që është në pushtet. E kësaj Partia Socialiste e urren SPAK-un, por nuk e tregon hapur këtë gjë dhe lë Partia Demokratike ta shënjestrojë SPAK-un, të bëj punë PS-s ndaj SPAK-ut, duke marrë edhe fajin politik, sepse shiko çfarë ndodh edhe në aspektin e matematikës zgjedhore. Zoti Rama, dhe ne e pam dhe nga raporti OSBE-sit doli së fundi, ka përdorur të gjitha resurset shtetërore për të fituar zgjedhje. Sigurisht që këto zgjedhje nuk ishin të lira të ndershme. Por normal duhet të thënë që SPAK-u është institucioni më kredibël në sy të shqiptarëve, sipas të gjitha statistikave, unë kam përmendur të dhe në studio, dhe partia e cila në një farë mënyrë asociohet ose afiliohet me SPAK-un në sistem publikut fiton zgjedhjet. Dhe aktualisht kjo është Partia Socialiste. Zoti Rama perceptohet si njeriu që e krijoi SPAK-un, si njeriu që po burgos njerëz të korruptuar brenda partisë tij duke përdorur SPAK-un. Dhe populli duam ne ka qef të gjë. Ndërkohë që Partia Demokratike vijon të mbetet, e kanë përmendur njerëz të djathi mykur, të ngjelet me drejtsinë e plepave aty dhe të mbrojë interesa të cilat janë të ngushta, okulte, që kanë për qëllim ruajtjen e një rrethi shumë të shkurtër vicioz të parave të korrupsionit, edhe të pastrimit parave, por që në fakt e portretizon opozitën si një parti ose si një grupim politik anti-drejtësi. Shqiptarët duan drejtësi. Dhe shqiptarët nuk kanë pasur drejtësi në këto 34 vite tranzicion politik, e në momentin kur ti thua që si opozit alternativa jote për të ardhur në pushtet është zhbërja e drejtësisë, nuk kanë se si të votojnë. Kështu që padyshim që zoti Rama e përdor gjithë resurset e shtetit për të fituar zgjedhjet. Por të mos harrojmë që fajin e ka edhe opozita që nuk i fitoi zgjedhjet, sepse perceptohet si një forcë regresive në shoqërinë shqiptare, sepse perceptohet si një parti e korruptuar, sepse perceptohet si një parti që nuk do drejtsinë, që nuk do SPAK-un. Vjen ja po bëri edhe një shtesë tjetër ke korrupsioni, sepse korrupsioni nuk është vetëm ekonomik, është korrupsion moral. Zoti Fredi Beleri e kandidoi zoti Berisha për kryetar bashkisë së Marës. Fredi Beleri vjen sot në Tiranë e i hedh syve shqiptarëve si eurodeputet i Greqisë.
e i thon shqiptarëve që grekët shtypen në Shqipëri, që është e pavërtet, e i thon shqiptarëve që në Shqipëri do të ketë një shkollë greke. Në kohë kur në Shqipëri 20 ca mijë grek minoritar janë, i bie të shkojnë 300 kalamajka ajo shkolla greke. Sa aq i bie me llogari. Domethënë, është një opozitë që bën gabime, është një opozitë që për interesa të ngushta shet çdo gjë. Shet votues të vet, shet moralin politik, shet dhe drejtësinë. Kështu që mos sa bitemi nga gjithë kjo gjë. Unë mendoj që prap, pavarësisht korrupsionit, pavarësisht problematikave që ka kjo mazhorancë, prap me këto lloj insinuatash që opozita bën në parlamentin e Spakut, PS Edi Rama dalin të fituar pavarësisht korrupsionit galopant dhe sistemik të 12 viteve të qeverisjes tyre. Ruel, më ngacmuat pak vetë deklarata e Belerit përveç se një shkollë në Imar që është shkollë greke, tashmë duan dhe universitet për grekët këtu në Shqipëri. Në anën tjetër ne minoriteteve ju kemi plotësuar çdo gjë të mundshme. Çfarë po ndodh se nuk kam dot logjik të arsyetoj që çfarë po kërkon më shumë Fredi Beleri nga shteti jonë. Shiko Ermal, populli ynë ka një shprehje, gjej shesh e bëj për shesh. Edhe unë prandaj nisa parashtrimin tim me një farë mënyre aktin e turpshëm që Partia Demokratike bëri në maj të 2023-shit, duke kandiduar në zgjedhjet e 14 majit një anti-shqiptar, një ekstremist, një terrorist grek si Fredi Beleri, dhe në një farë mënyrë ai i fitoi ato zgjedhje ashtu si i fitoi, ndërhyri drejtësia me një hetim për blerje votash, zotëria u dënua, ke pado analist në studiet televizive që mbrojnë Beleri, por ky është muhabet tjetër dhe për çfarë interesash e bëjnë. Beleri kthehet në Greqi, aty glorifikohet nga politika shoviniste greke, edhe bëhet eurodeputet në një kohë kur i ka akuzohet për vrasjen e komandove të një shteti fqinj, siç është Shqipëria, dhe tani në këtë pozitë të fuqizuar, mbas një nderi që PD e bëri duke i dhënë atë trampolinën e nevojshme që ai të ngrihej lart, duke e kandiduar për këtë bashkinë Imare që pastaj solli dhe eurodeputet llokun për zotin Beleri. Zoti Beleri vjen në Tiranë edhe duke përfaqësuar interesat e politikës irredentiste greke në Shqipëri, me bekimin e Athinës zyrtare mendoj unë. Kërkon çmendurira, kërkon absurditet, siç është ky universiteti grek, që sigurisht unë e shpjegova dhe ti e parashtrove shumë mirë, nuk bën matematikisht sens, sepse sipas censusit të fundit, që Shqipëria nxorë me 2.4 milion banor, nga këto 2.4 milion banor, pakicë etnike greke e konfirmuar janë 26.000. Nga ato 26.000 i bie të jenë 300 individ nga mosha 18 deri në 22 vjeç që do shkojnë ke kjo shkolla lartë të greke. Tani shkollë të lartë për 300 veta nuk mund të bësh dot se nuk kanë asnjë vend, as edhe në të palo vend ku jetojmë. Këto universitete që shumica të cilave janë baxhe universitare djathi, siç e quaj unë, se janë universitete pa standarde, edhe këto kanë më shumë studentë se sa 300 vetë, kështu që nuk bën sens. Po në këto kushte, Greqia ka prej kohësh një farë mënyrë ka krisje me zotin Rama. Zoti Rama shkoi bëri atë mitingun shqiptar në Greqi në kohën e fushatës, burgosi zotin Beleri dhe tani në një farë mënyrë rrota është kthyer përmbys dhe Greqia po i kthen hreston në thojza zotin Rama dhe Tirana zyrtare duke sjell Belerin në Tiranë të liruar si hero politik me mbështetjen e opozitës shqiptare në mënyrë fatkeqe për të në një farë mënyrë luajtur disa gur shau të Athinës zyrtare që na çojnë, mendoj unë, në një epokë kur marrëdhëniet midis dy vendeve fqinje, midis dy vendeve mike si Shqipëria dhe Greqia ishin shumë të këqija. Dhe shpresoj që ne mos shkojmë drejt asaj periudhe për shkak të një gabimi ose një miskalkulimi politik, po prapë të opozitës shqiptare që ja kandidoi Belerin për kryetarbashkinë e marrë në maj të 23-shit. Në fakt do doja të mirë edhe një koment tjetër Roel nga ty për shkak të ngjarjeve që po ndodhin brenda Partisë Socialiste. Duke që tashmë Veliaj ka shigjetuar me njerë kryeministrin Rama, ka quajtur shkarkimin e vet politik, njeriu që shkarkoi Veliajin e ka emrin Edi Rama. Si e ke parë vet këtë zhvillim? A është kjo një luftë e brendshme?
A tashmë burgu e ka shkunur Veliajn dhe ai e di që duhet reagoj. Fakti që në për media po qarkullojnë fjalë që SPAK mund të nisi, mund t'i komunikoj një akuzë zonjës Balluku, ai ka dhënë guxim zotit Veliaj. A ka një luftë të mundshme brenda PS-s këto momente? Shiko, një farë mënyre lufta midis zotit Rama dhe zotit Veliaj ka kohë që ka nisur, dhe një farë mënyre është fuqizuar mbasi zoti Veliaj u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës, sepse mos harrojmë që pozicioni i kryetarit të Bashkisë së Tiranës me përjashtime të vogla ka shërbyer si trampolin për marrjen e postit kryetarit të partisë të vuri kryetari i Bashkisë dhe pastaj normalisht ajo në mënyrë automatike të bën kandidat për kryeministër në mënyrë inherente. E kësaj Tirana ka një valencë të madhe politike, posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, vetë buxheti i Bashkisë së Tiranës është 150 milion euro në vit, pra diku ke 1.5 apo 1.6 promocion i gabuar i buxhetit të shtetit shqiptar. E kësaj është një post publik me valencë të madhe politike dhe ekonomike dhe zoti Veliaj u bë shumë i fuqishëm. Paguante media, blinte gazetar, blinte analist, i përdorte këto media, këto portale, këto gazetar, këto analist për të goditur edhe zoti Rama në një kohë kur marrëdhëniet zoti Rama zoti Veliaj ishin shumë të mira dhe sigurisht duke përdorur SPAK-un, zoti Rama kreu një atentat politik ose një eliminim politik që ne nuk e kemi parë për herë të parë me zotin Veliaj, kemi parë dhe me zotin Tahiri, e kemi parë së fundmi dhe me zotin Ahmetaj, e shohim me Veliajn, mund ta shohim së shpejti dhe me zotin Balluku, por mesazhi është i qartë. Nëse ti bësh shumë i fuqishëm në Partinë Socialiste, zoti Rama i di arzuallat e tua, i di pistoqet e tua, nëpërmjet Nesti Angonve apo dhe figurave tjera të shpikura fiktive, ai mund të çojë akuza në SPAK, dhe SPAK-u ka për detyrë normalisht të jetojë ato akuza dhe të bëjë të nxjerrë të vërë drejtësi, sepse i e marrë me korrupsion. E kësaj ditët e tua në PS janë të numëruar. Kjo është mesazhi që zoti Rama kërkon të jap të gjithë rivalëve të tip politik në PS. Dikur zoti Tahiri, më pas zoti Veliaj, pastaj zoti Ahmetaj, e tani zonja Balluku. Fritet që ka një hetim për zonjën Belinda Balluku. Unë mendoj që është e qartë që mendoj që media duhet ta konfirmojë që ka një hetim, pra zonja Balluku u thirr në SPAK. Vetë zoti Dumani që ka një hetim, por nuk është i komunikuar akuzë. Kjo është diferenca. E drejtë, dhe në fakt u përfol në media që zonja Balluku u thirr që t'i komunikojë akuza, por në fakt ishte një lajm siç është media jonë jo profesionale, që ishte keq interpretuar sepse nuk bëhet fjalë akoma për një akuzë, bëhet fjala për hetim. Që sigurisht ne e dimë mirë nga historia politike e SPAK-ut të këto sa vite ka që funksionon, do të çojë së shpejti në një akuzë. Mendoj normal që duhet thënë që zoti Rama i godet kundërshtarët e tij politik brenda Partisë Socialiste. Kjo i shërben edhe një farë mënyrë koagulimit të gjakut politik të Partisë Socialiste. Një arsye pse PS-ja fiton në Shqipëri, përpos problematikave që ne kemi thënë, përdorimi i shtetit në këtë tash, është edhe reformimi i elitave politike. E kemi thënë në emisionin të disa herë, nëse lista PD-s në vitin 2025 është e njëjtë si në vitin 2013, pra nëse ti ke vdekur në 2013-ën edhe ringjallesh në 2025-ën, kap koma në 2013-ën dhe ringjallesh në 2025-ën, ti do duket sikur je në 2013-ën ku shef listat e PD-s. Partia Socialiste ka lista komplet të tjera dhe sigurisht eliminimi i njerëzve të korruptuar brenda kësaj partie i jep mundësinë edhe qarkullim të gjakut të politik, një vetë reformimi që partitë zakonisht e bën kur humbasin pushtetin, PS-ja po e bën brenda qeverisjes dhe kjo sigurisht ndikon në jetëgjatjen e qeverisjes dhe kohës politike të kësaj partie. Luftë klanesh ka patjetër. Zoti Tauran Balla ka një klan të fuqishëm, zonja Belinda Balluku ka një klan të fuqishëm, zoti Erion Veliaj kishte një klan të fuqishëm brenda Partisë Socialiste, po ashtu zoti Tahiri, po ashtu zoti Ahmetaj. Pra luftë klanesh ka në çdo parti. Madje lufta më e egër, siç thot edhe populli ynë, është brenda llojit, nuk është midis llojeve, por është brenda llojit. Në këtë kuadër, kulisat politike ekzistojnë në çdo formacion të madh politik, e sigurisht që edhe Partia Socialiste nuk është imune në këto kulisa dhe këto kulisa ne i shohim nëpërmjet kallëzimeve, hetimeve dhe akuzave që SPAK publikon dhe bën të ditura për publikun.
Roel, unë doja të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Ermal, të falenderoj të ty, kënaqësi. Kënaqësi. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek këtu në Antena Televizion në emisionin Sinjal, duke falenderuar secilin prej jush që regjistrohet në Antena Televizion, që komenton, bën subscribe në kanalin ton, e shpërndan nëpër miqtë e vet në diasporë. Faleminderit dhe natën e mirë, dhe nga unë Ermal Peçi do të shihemi përsëri me emisionin Sinjal apo me formate tjera që zhvillohen këtu në Antena Televizion. Mos u largoni dhe regjistroni kanalin ton.